Unë kam një vit që nuk shkoj në palestër, dal në TikTok, sepse jam dirë shumë e lumtur që kam folur ka shumë gjëra në TikTok. Unë s'kam nevojë të iki as në për psikiatër, as në për hoxha, as në për... Unë jam kënaqur shumë që kam folur me ju këtu në TikTok. Jam dirë shumë e relaksuar. Gëzuar, ju keni qenë terapia ime më e mirë, por gjithashtu ne kemi ndihmuar shumë njerëz duke folur këtu dhe ne kemi sjellë një ndryshim goxha të madh. Dhe ajo që dua unë të them është që njeriu duhet të ruaj dinjitetin dhe karakterin dhe nuk duhet të luftoj për para. Njeriu duhet të luftoj për të ruajtur dinjitetin, ka shumë pak vajza si unë që ruajnë dinjitetin. Ose që mendojnë për të mirën e të tjerëve. Unë kam 2 vjet që Satana i postoi një foto, po do ta shoh pastaj në Twitter. Gëzuar për komshiun. Gjon, nuk e din çka kurthi janë futur, nuk e di se çka ka ndodhur me jetën time këto 2-3 vjet, po unë di të them një gjë që unë jam njëri shumë i sinqert dhe kam filluar ta dashuroj shumë veten kur kam kuptuar që jam shumë e fortë. Unë jam një nga femrat më të forta në Shqipëri, sepse në ditën e sotme femrat po shesin fytyrën, po shesin trupin për gjëra banale. Unë jam një nga femrat që kam duru gjithçka vetëm për t'ja dalë me sukses në jetë, për t'ja dalë me dinjitet. E di pse jam femra më e fortë në Shqipëri, sepse në ditët më të vështira unë zgjodha të heq rrjetet sociale, edhe pse mund të fitoja lek për tyre shumë, të mos bëhem pjesë e lojrave në rrjetet sociale. Kur më kërkoi Klevjo për të bërë pjesë e lojrave, unë vendosa të mbroj dinjitetin tim, të mbroj karakterin tim dhe të dashuroj fiksimin. Unë mendova që nëse do dal me çuna këtu të flas, unë nuk e dua fiksimin. Por unë kur pash që nuk dola, nuk ndoqa lekun, por ndoqa fiksimin, unë kuptova që jam e dashuruar shumë argëzisht mbas atij dhe kuptova që unë ndryshova, fillova të visha fustanet e gjata, fillova të mos doja më të bija në sy. Nuk u bëre palë me turmën, kjo të bën të veçantë, po nuk u bëra palë me turmën. Tani kam kuptuar që jam shumë besnike e dashurisë, për shembull kur nuk e dija që e dashuroja, mund edhe ta kem tradhtuar edhe me mendje, se të tradhtosh dhe me mendje është tradhti, domethënë. Por unë mendoj një gjë që marrëdhënia seksuale nuk ka të bëjë shumë me dashurinë. Do futesh në big, nuk e di, jo, nuk e besoj. E vetmja gjë që unë mund të futem është në palestër dhe të merrem vetëm me veten time. Nuk jam për Big Brother, domethënë. Unë jam shumë e dashuruar dhe dua të vazhdoj të shijoj dashuri në mendjen time, këtë lloj dashurie, me këtë lloj forme si ma ofron fiksimi. Domethënë, më pëlqen mënyra si më shfaqet fiksimi, më pëlqen shumë. Më pëlqen që më shfaqet edhe unë vazhdoj të dashuroj vetëm që ai shfaqet. Domethënë, më pëlqen kjo lloj dashurie që po zgjat kaq shumë dhe po zgjat në këtë lloj mënyre. Dhe do lë kohën që të përcaktoj fundin e kësaj dashurie. Pra nuk do shkoj me një mashkull tjetër dhe nuk do flas me një mashkull tjetër për shkakun që të dashurohem dhe do mundohem të jem e suksesshme në aspektin tim në sport, në gjërat që unë di të bëj, se do futem në sport edhe në kurs anglisht. Domethënë do merrem komplet me veten time dhe se më çmondi babi futu në kurs anglisht, do futem në një kurs anglisht vetëm për babit. Do futem në një kurs anglisht dhe do futem edhe në palestër. Këto janë 2 gjërat që do bëj, që do jenë shumë të rëndësishme për mua dhe unë kam vendosur që të dashuroj gjithë jetën time fiksimin. Domethënë, edhe nëse ka qenë një goditje për mua, nëse ai më ka goditur, pra nëse ai ka ardhur në jetën time që të më godasi, pra të më rrëzoj, jam shumë falenderuese që ai më ka goditur. Pa, i e di që ti e dashurën jo, sepse unë i bëj gjëra, dal me çuna pi kafe, dola me çun piva kafe, jo unë bëj çdo gjë që ai mos e besoj që unë e dashuroj. Njëherë bëj sikur e dashuroj, njëherë bëj skena të tjera. Unë gjithmonë bëj skena që ta largoj atë, sepse unë e dua dashurinë kështu. Po të goditi lej Zotin, jo. Një shans mondi mori blog iku. Edhe
Kjo quhet dashuri fiktofilif, dashuri dhe mendje. Nuk e di se çfarë lloj dashurie quhet kjo, po dua të ekzistoj gjithmonë tek unë. Dhe nuk dua asnjë mashkull tjetër që ta heqi këtë dashuri. Domethënë dua të dashuroj këtë njeri në këtë mënyrë siç e dashuroj, domethënë. E dashuroj shumë arsish, nuk e keni ide sa e dashuruar që jam. Kur vjen ai më ndryshon jeta. Për shumë, kur po rria me atë çunin edhe e pash makinën, hijen e makinës të atit, nuk e shifja dot, domethënë sepse po bëj dia që po bëja një gabim që po rria me këtë çunin. Dhe e dia që po bëja gabim që po rria me këtë çunin edhe sikur ndjesha në faj dhe mbulova kokën me kapuç, pra ndjeva një lloj faj. Dhe o bobo, sa komente të këshia. Po ta shikosh që ai do shkoj me tjetrën se çfarë do bëje. Këtë nuk e kam imagjinu në herë. Thjesht unë kur e kam parë që i ka ndezur cigaren një femre tjetër, unë mu ka dridh buza. Më dridhesh e buza shoh. Më dridhesh e buza dhe gati për të ndalë otët, për nuk i lija të më dilnin. Do më thënë, as nuk i thash që pse janë ndezë cigaren të bëja sherr, por vetëm më dridhesh e buza, nuk flisja dot dhe më gati për të më ndalë otët. Edhe nuk doja t'i flisja aty në atë moment, rria e shifja me inaçur që tikte, iki thoja, ika tavolina, e përzura pa u sqaruar. Thjesht e pash i ndezi një cigare një vajzë tjetër, nuk ka lidhje që është e bukur vajza tjetër apo jo, apo nuk ka lidhje kjo gjëja fare. Që unë mund të ndjesha xheloze që ajo mund të ishte më e bukur apo diçka fare, unë gocat që zbukurojnë vete nuk i kam xhelozi as pak. Nuk kam xheloze ndaj femrave, thjesht u bëra xheloze që pse ai po i ndiste ajo cigaren këtij. Domethënë pse ky po rinte afër një femre, e kisha më tepër te xhesti. Dhe na thu neve jam kriminele. Jo, nuk jam kriminele, jo, nuk jam kriminele. Nuk jam kriminele. Jo. Dëm femrave nuk i kam bërë asnjëherë. No. Nuk kam dëmtuar askënd. Asnjë femër nuk e kam goditur asnjëherë. Je posesive, jo nuk jam posesive. Edhe ai këtë po thoshte që ti je posesive, nuk jam posesive. Unë jam njëri i dhimbsur. Marnela ke ikur për lesh? Jo, s'kam ikur për lesh se tani më ka ardhur truri dhe do shkojmë palestër. Shqyr që më erdhi, se kisha një vit i thrisja apo s'po vinte. Oh. Edhe mu drithe buza te lokali. Hera parë që mu ka dridh buza. Shifja buzën, s'kisha kontroll te buza, mu drithe buza. Si ka mundësi të dridhet buza? E çuditshme. Që thjesht i dashur jot mund t'i ndezi një cigare një femre tjetër. Ose ajo po i ndiste cigaren. Ai mund t'i kishte thënë qoftë edhe në rrugë ma ndis pak cigare, ose edhe nëse e ka pas njësh ose diçka. Si mund të dridhet buza o shok? Që e shef dikë që thjesht po ndes një cigare, më si mund të dridhet buza? Ke pas djek rezistencën. Tu një gënjeshër tjetër, në thuj që pse bora dhe unda. Tu duk shumë intim si gjest. Po! Që ju afru dhe i ndezi cigaren, o bobo! Po, ky si mund të dihet kur ma ka ndes ky komshiu cigaren mua? Si mund të jetë ndjerë ky kur më ka dredhur mua, ma ka ndezur cigaren një... Po unë do me thënë kur i lejoj çunat më ndezin cigaren, si mund të ndihet ai? Ai ndoshta si dridhet buza. Se ti e njish për këtë gjë, çfarë ishte gjëja se kuptova, më falni. Temperatura të ngrit. O, qa show girl. Ka për ta vrarë komshiun? Kush? Jo. O, zoti madh. O, zoti madh. Se kisha parë vete në herë të ndridhesh e buza. Ua. E keni bërë në herë në i femër ju të dridhet buza, ma? Ju ka dashur në i femër sa t'ju dridhet buza për ju? Kur bëhet xheloze? Mos ketë kontrol, mër mikë të buza këshu mër.
Thash, qa po ndodh, tha, kapa buzën kështu. Thash, po m'del buza nga vëndi, nga nerva, si duket. Se s'ja fusja dot, nuk e godisja dot. Se kisha frikë po ta godisja, tha, i se s'du ta dhunoj se e doja, nuk e dhunoj dot, se e dua, për shumë. Edhe ndritesh e buza, se s'kisha kunxirja i natë. Ua, qa thuet? Koke më garipe. Koke... Po dhe buza dhe temperatura. Vetëm marigos ju dridh buza për trim. Kur t'ja rrasësh një grusht turime, i dridhet buza dhe gjithë trupi. Para 30 vjetësh thot po, por tashi nëse dridhet buza veç prej ftohtit, se s'ka më dashuri si më përpara. Pra ti po thu që kisha ftohtur që mu dridhte buza aty? Po në kisha avla, isha encet, po hiqa gjupin, hoqa gjupin. Po t'kisha ftoht nuk do isha gjupin. Unë isha shumë encet. Hoqa pa vedije gjupin. Kisha sikles me do tajra, bëra kështu bluze, sa hapa derën. Edhe mu dridhte buza nga nxehtësia. Unë po t'kisha ftoht e kisha mbyll derën, do mu dridhte buza, do mërdhifja. Unë po plasja. Nuk shkon kjo që thu ti. Se unë e mbaj më në skenën kur mu ka dridh buza nga nervi kështu. Madje po shikonin gjithë ato të lokalit. Humbe kontrolin. Kreu i LD-s prezanton raportin. Panorama e problemeve. E i zot i madh, o zot vetëm mos lëndoj mirë nga kjo dashuria që kam, o zot mos lëndohet as një femër. I them gjitha femrave që janë të dashuruar me fiksimin, që më ndjekin mua në për live. I them të gjitha femrave që dashurojnë fiksimin tim, që në qofë se ju dridhet buza kështu si unë, largoni sa jeni në kohë. Largoni sa jeni në kohë, sepse dashuria është një tmerr. Largoni. Largoni, mos vuani. Sepse ai do, kush e di qa na bënë që na dridhet buza. Merë një bombë kundër zjarrit. Edhe dua t'i them të gjitha vajzave që kanë dashuru fiksimin, ose dashurojnë fiksimin tim, dua t'i them paralizë faciale. Si s'm kapi në i paralizë faciale të mikë të buza shumë. Ua, po t'më shtremosh e buza nga sikleti. Ua, më ka shpëtu zoti. Jo, po më mori dhe me të mira, më mori me të mira. Është i pa më shirëshëm, a i loj mashkulli, a i është i pa më shirëshëm. A i është i pa më shirëshëm, realisht. Është i pa më shirëshëm që më ka godit mua në këtë lloj mënyre. Si mundet një burr ta dashuroj një femër dhe ta godasje në këtë lloj mënyre? Mund të më dashuronte një burr kaq shumë, unë kurse i kisha godit shumë. Unë ta dija për shembull, unë ta di që një burr më dashuron shumë, kur nuk e kisha bë xheloz, kur. Marinela di të bësh petull apo? Mos është narcist. Doja t'ikja herë nga lagja edhe mos e shifja më. Thash t'ikja t'jetoja 3 muaj me në vend tjetër. Familja trinte t'jeton të këtu, unë t'ikja nga lagja. Doja të ndroja lagje njërë, një 3 muaj, 4 muaj. Po e kryoj do të si gjë. Qa u bë për verifikimin e byllës të sekretarëve? Sa keq thot e shikon për ditë. Qyqa larg qoftë, qa shkru more Arben. Qa shkru more. Marinela e përsa e vlerësoj Arbana, dojna me emën të intervista. Pa e mëse më kanë i natë ato mua, janë armiket e mia ato. Se janë shëmtuar, ato janë gojshyme. Ato më kanë vdekje mua.
Ja, shumë të këshia në jetë reale, ato bëjnë si të mira kështu në për intervista. Po. Ato se din që ti ekziston, thot një. Po. Ato rinë shofin mu gjithë ditën live, se kam frikë mos i marr pasurin. Më kanë të merë ato mua, se kam frikë se i marr pasurin, i fus shteti. Oh, kur rizi u plaka, ngelëm gjithë ditën ullë mbyth, as plaka as ringa qoj. Oh, plaka, mo, as puna si gjë. Na vjen leku të nejtë, o sa me fatë që jemi. Marinela është femër bobe, gjak shqiptari, pro familjes, pro traditave, jo si kurvat që shesin veten për lek. Gjo, rriti, se je lodhur. Është e vërtet kjo që ke thënë. Është shumë e vërtet. Por nuk duhet i ofendojmë kurvat pasi janë gjënaf. Ke shumë të drejtë që unë nuk e shes veten për lek edhe nuk, domethënë, për mua paraja nuk është asnjë gjë. Për mua paraja as ka qenë as do jetë ndonjëherë asnjë gjë. Për mua dashuria është më e rëndësishme. Atëhere, mua janë munduar shumë të më prishin imazhin, janë munduar shumë të më ulin, janë munduar shumë të më persekutojnë, janë munduar shumë të më kenë, por nuk më ka askush, përveç se vetja ime. Jam unë vetja ime dhe mashkulli që unë pëlqej, adhuroj dhe dashuroj. Do me thënë, në kokën time unë dashuroj vetëm një mashkull dhe në jetën time unë jam e dashuruar vetëm me një mashkull. Do me thënë, kam gjetur dashurinë e vërtetë dhe jam shumë e tronditur. Sepse nuk e dija që dashuria e vërtetë është kaq me emocione, kaq e fortë edhe kaq edhe problematike në të njëjtën kohë, sepse të krijon problem sepse ti nuk shkon në palestër dot kur dashurohesh, nuk dashurohesh aq shumë sa nuk të intereson asnjë gjë, do vetëm ta shikosh atë. Që kur jam dashuruar, rria 4 orë te kafja vetëm që ta shikoja atë që të vite që ta shikoja, aq shumë kam qenë e dashuruar, po pastaj fillova të thrisja pak mendjes, se po ftofesha te kafja, vetëm po rria e ftofme dhe pastaj po i thrisja mendjes. Do me thënë, aq shumë kam qenë e dashuruar dhe jam e dashuruar sa që nuk e di, do me thënë, si mund të ndodhë të gjithë kjo dashuri tek unë. Jam fataksur. E mbaja veten për njëri që tallja trapi me njerëzit, do me thënë. Dhe
Njerëzit sado që të shkruajnë komente negative për mua, njerëzit mund të më shajnë, mund të thonë gjithçka, por njerëzit e dinë që unë jam e pa arritshme. Thjesht unë tani kam frikë nga dashuria, kam frikë se nuk të shkoj dot në palestër se jam e dashuruar. Kam frikë se nuk po gjej dot veten time sepse jam dashuruar marrëzisht. Domethënë kur dashurohesh ti humb veten tënde. Dhe duhet patjetër të marr fuqi, të shkoj në palestër. Zot të lutem, më çon në palestër, Zot, më çon në palestër. Prandaj nuk duhet të gjykoni asnjëherë gratë e martuara ose gratë që e kanë humb veten, sepse janë dashuruar edhe nuk i ka plasur fare. Jam shumë e lumtur që do të çoj në ferr. Dashuria mund edhe të më çojë në ferr. Ndaj unë duhet jem shumë e kujdesshme. Tashi, unë e kuptoj që çunat janë shumë të sikletosur, se qa ka, nuk e di qa ka, po qa keni, more, qa keni që shani, more, qa keni. Ase keni gjithë dashurinë e jetës, qa keni, more, dreqër, qa keni. Si ka mundësi mërë tjetër, obi, dashuroj veten si fillim, pastaj kushta, jo, unë jam dashuru shumë ines. Unë kam rënë marrëzisht në dashuri, ekstrem. Tani do blej 17 Pro Maxin portokalli, do marr 17 Pro Maxin edhe do ta marr 17 Pro Maxin dhe nuk do bëj asnjë foto te 17 Pro Maxi. Domethënë do ta blej dhe fotoja e parë që do bëj është vetëm nëse do bëj foto me fiksimin. Ndryshe nuk do bëj kurrë asnjë foto. Do blej 17 Pro Maxin dhe nuk bëj asnjë foto. Nuk bëj asnjë foto, asnjë video dhe nuk shkarkoj asnjë foto dhe asnjë video tek ai telefoni. Do ta mbaj super të pastër. Do hapi mail të ri, do kem numër të ri dhe numrin tim do ta ketë vetëm mami, babi, siç është këtu, domethënë, po ideja është këtu që tek ai telefon domethënë që në momentin që do ta ble, do vendos shumë rregulla. Pra, mos më dërgojnë dot foto dhe video në WhatsApp. Domethënë do vendos shumë vetëm komunikim. Domethënë do ta bëj me shumë, do marr më ekspertin e telefonit që ai telefon të jetë thjesht si mjet pune, me fol me babin, me mamin, me vllain kështu për punë. More lekët i çove këtu, bëre këtë, bëre atë. Nuk e kam humbur veten, unë thjesht kam kuptuar që unë thjesht kam kuptuar një gjë, unë nuk e kam humbur veten. Unë thjesht nuk e besoj dot që jam dashuruar. Nuk e pranoj dot që jam e dashuruar, nuk e pranoj dot. Më duket sikur ai do më mbysi, më duket sikur dashuria me atë do jetë një goditje. Pra, mendoj si do më godasi muaj. Kam frik nga dashuria me atë. Sepse ai më ka goditur shumë herë në dashurinë me njëri tjetrin. Dhe jam shumë e lodhur nga kjo lloj dashurie, domethënë, dhe më mirë të merrem me veten time, domethënë, edhe ta dashuroj kështu nga larg, jo t'ja shpreh dhe jo ta kërkoj, domethënë. Preferoj të qëndroj larg. Përdor logjikën në çdo gjë, zemra të ndjeki logjikën. Patjetër që logjikën. Ai do që unë ta përdor logjikën se kjo është dashuri e mirë kur përdoret logjika. Por unë nuk e përdora dot logjikën sepse unë nuk kam pasur logjik, sepse unë nuk e dija çfarë ishte dashuria. Dhe njeriu kur është i padashuruar ndonjëherë, nuk di si ta përdori as zemrën as logjikën. Pra, njeriu shërohet psikologjikisht kur dashurohet. Shërohet nga të gjitha traumat ose nga të gjitha ngjarjet që i kanë krijuar në jetën njerëzit më përpara. Prandaj ju mos mendoni që dashuria është një gjë që vetëm godet, ndonjëherë dhe goditjet janë për mirë. Ëndrat, shpresat, tani dëgjoni, me thënë të drejtën unë nuk kam as ëndra as shpresa për të ardhmen. Pra, që t'jeni të sakt. Unë ëndra dhe shpresat i realizova. Ëndra ime u realizua. Unë arrita të shkoj deri në fund dhe të zbuloj të vërtetën. Unë atë që doja e zbulova dhe unë kam shumë besim të shteti që shteti do bëhet një shtet shumë i fuqishëm.
Ndonjëherë kur shaj saliun ose kështu e kam, nuk e di pse kam shar kur kam dalë ndonjëherë nga vetja apo varet çam ka prekur diçka. Edhe kam shpërthyer, por unë do t'i fshi të gjitha videot e intervistave, çdo gjë. Dua ta fshi të gjithë të kaluarën time, nga Google-i, nga YouTube-i, nga çdo gjë. Dhe do të zhdukem. Por unë jam shumë e lumtur që do të zhdukem. Nga rrjetet sociale dhe nga jeta reale. Unë nuk dua të jem në asnjë vend ku të më shohin njerëz. Pra, ndihem shumë e rëndësishme për këtë botë. Ndihem shumë e rëndësishme dhe sa më shumë e rëndësishme që po do ta fshish, po ti bën prap, jo. Nuk do dalë më në rrjetet sociale fare, as në TikTok, as në asnjë vend. Do shkëputem sepse mendoj që ka përfunduar e gjithçka misioni im. Pra misioni im ka mbaruar dhe unë jam kot që dal këtu. Shteti është më i fortë se unë. Pra shteti mund ta rregulloj shtetin më fort se unë. Unë jam një person që mund të jeth një gur për të lëvizur një dall, por jo për të rregulluar shtetin. Shteti është më i fortë se unë dhe shteti mund ta rregulloj veten më mirë se sa mund ta rregulloj unë. Unë edhe nëse bëhem pjesë e shtetit, prap nuk mund ta rregulloj dot shtetin. Edhe nëse rri jashtë shtetit, prap nuk mund ta rregulloj dot. Unë mund tani në këto momente unë duhet të hesht. Jo, nuk jam dorëzuar, u dorëzoj, jo, nuk jam dorëzuar. Thjesht shteti është shumë i fuqishëm. Unë nuk e dija që shteti mund të krijonte një diella. Unë nuk e dija që shteti mund të krijonte një spak. Unë nuk e imagjinoja kur që shteti do ishte kaq i fortë. Jam befasuar nga lëvizjet e shtetit shqiptar. Më ka befasuar shteti. Do me thënë, unë nuk e imagjinoja kur që shteti shqiptar, policia e shtetit, do forcoheshe në këtë mënyrë dhe do ngriheshe kaq lart. Tani shteti shqiptar po merr më shumë respekt nga të huajt, po ngrihet shumë fuqishëm dhe unë jam shumë e lumtur që shteti shqiptar, do me thënë, po zhvillohet edhe po ecen me hapa më të shpejt dhe nga kontributi i gjithë, jo vetëm nga kontributi i njërit një njeriu, po kontribuojnë shumë njerëz për të bërë gjithë kjo gjëja dhe unë se kisha imagjinuar kur që shteti shqiptar do bënte lëvizje kaq galopante, kaq gjigande, kaq madhështore. Jam duke pritur me padurim ndryshimin madhështor. Jam shumë e lodhur. Jam shumë e lodhur në aspektin meditues, frymëzues, artikulues me publikun. Unë nuk i duhem më publikut shqiptar, as shtetit shqiptar, publikisht. Unë mendoj që e kam mbaruar misionin tim dhe Zoti duhet të jetë shumë i kënaqur me mua. Nëse unë do të vazhdoj akoma, Zoti do mërzitet me mua. Rregullo thonë. Do i ndryshoj thonë. Do t'i ndryshoj se i pas kam bërë shumë të gjatë këtë herë. Do t'i bëj më të vogla thonë. Unë nuk jam dorëzuar. Thjesht unë kam kuptuar ndryshimin që po ndodh. Po erdha zemër. Pra, ju të gjithë që më keni ndjekur mua kaq kohë, ju falenderoj shumë që keni qenë pranë meje, por ju duhet të kuptoni një gjë që përdor shumë letra pa merak. Edhe përdor me shumë kujdes gjithçka. Për veten time, e dua shumë veten time se një çik po të gërvishtem, e kam të merr. Lena, me thoj. Këto thënë një maj për të kryt hundën, herë kështu. Shiko, o zoti fasa ke gjafa këtu. Tani, ideja ashtu që këto thonjë t'i bëra për arsye si ku çedër se kisha ca sherre këtë javë. E thash mos më duhen si mjet e prerse, po të afrohet në njëri. I kam kështu si mjet e prerse, se s'ma i thik edhe kam to. Kush është personazhi që ke lënë për në fund përfundosje, si Pantera. Personazhi që kam lënë në fund si fundosje.
Fiksimi, thon. Jo. Asnjëherë nuk do ta fundosja fiksimin. Fiksimi, edhe nëse do më krijonte kurth për të më vrarë dhe unë do ta dija që ai më krijonte kurthe për të më vrarë, por do t'i shpëtoja vdekjes, përsëri nuk do t'i bëja asnjë gjë fiksimit. Do me thënë edhe nëse fiksimi do më krijonte kurthe për të më vrarë mua, unë prap do t'ja falja, do t'a doja përsëri. Dhe nëse do më vinte vdekja prej ti, do pranoja dhe të vdisja. E dashuroj marrëzisht shumë, jam shumë e dashuruar. Nëse më vjen vdekja nga njeriu që dashuroj e pres me krah hapur, çfarë do lloj vdekje? Nga ai pres, siç më bëri që e dashurova ai shumë çovin qiellin e 7, pres edhe vdekjen të vdes edhe nuk e kam problem fare. A pas ke pri prap? Nuk kam pri, jam shumë e sinqert. Ika tani. Do me thënë, nuk do t'i lejoja askujt asnjë fjalë të më thoshte, do ta ekzekutoja në sekond. Ama për atë, për Zotin, edhe vdekjen e kisha pranu me vdek. Tash i do thoni, po të provokoja i për shembull edhe ti mos me pranu me vdek. Edhe mund ta thush fjalën kot për shembull. Mund të thoni ju që ti Marinela po ja fut kot tani, po sikur të provokoja ai dhe ti mos pranosh të vdesësh, por të ikësh. Çfarë do kishe bër? Tani unë mendoj që në qoftë ai do më provokoj mua, që ai të shikoj që unë e dua, po do pranoja të vdisja për ata apo jo. Unë mendoj që erdha Linda, erdha, 1 sekondë erdha jam aty. Se e kam të këtu. Po mbyte pak derën. Pra, për ta mbyllur. Do kalosh Lindushi? Apo mirë, i ka të hanjer për momentin.